Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, këtë minutazh do të fokusohemi tek Olta Gixhari dhe Milaim Zeka, dy ish opinionistët e Big Brother VIP Kosova 3 dhe sot Olta Gixhari opinioniste në Big Brother VIP Kosova 4, ndërsa vendin e Milaimit e zëvendëson Leonora Jakupi. Siç duket, Milaim Zekës i ka mbetur hatri që nuk është përzgjedhur në këndin e opinionistit dhe ai ka deklaruar që me Olta Gixhari nuk ka patur raporte, nuk ka patur biseda, nuk ka patur një marrëdhënie të mirë. Por ne nuk e dinim që situata kishte arritur deri në këtë pikë që Olta kishte kërcënuar gazetarin dhe opinionistin, njëkohësisht edhe kolegun e saj Milaim Zekën. Në një intervistë për prive, gazetari dhe analisti Milaim Zeka ka zbuluar përplasjet e tij me aktoren Olta Gixhari vitin e kaluar, ku të dy ishin opinionistë të Big Brother VIP Kosovës, ku sipas tij ajo e ka kërcënuar. Zeka është shprehur se përplasja mes tyre nisi pas një postimi në rrjetet sociale që ai kishte bërë pa e kuptuar, në lidhje me një nga konkurrentët e atij edicioni, me Lelën. Sipas tij, Olta e ka kërcënuar duke i thënë nuk e kalon më Morinën, ndërsa shtoi se diçka të tilla nuk ja ka ndalur as edhe Serbia. Problemi im më i madh ishte me Olta Gixharin, thot Milaimi, se ishte femër. Ne jemi edukuar që njeriu ligësinë më të madhe në jetë e bën kur matet me fëmijë edhe me femra. Po të kishte qenë mashkull, do të ishte bërë skandali më i madh në historinë e Big Brother. Ajo më ka kërcënuar në prezencën e produksionit, më ka thënë që ma ndalon Morinën, të cilën s'ma ka ndaluar as Serbia, e jo më Olta. Pas saj është dashur të largohem nga Big Brother VIP Kosova me lutjet e tyre. Kam qëndruar në Big Brother VIP Kosova, por s'kam komunikuar me Oltën, ka thënë ai. Po ashtu në një tjetër emision, ai është ndalur sërish te kjo deklarat ku shpreh se Olta Gixhari e ka fyer rënd dhe kjo sipas tij ka qenë në bashkëpunim me produksionin e Big Brother VIP Kosovës, për të cilët ai tha që duhet të kishin ndërhyrë. Gjithashtu analisti zbuloi se sheri me Oltën u bë dhe arsyeja e largimit të tij si opinionist nga Big Brother VIP Kosova. Kam pas dy momente, thot Milaimi, kur kam dashur të ikë nga Big Brother VIP Kosova, kur Olta Gixhari më ka fyer shumë rënd. Është përgjegjësia e produksionit, unë nuk kam besuar se produksioni i lejon dy kolegë me u ofenduar në tavolinë. Dy opinionista ne. Kaluam përplasje shumë të rënda. I thash si nuk të vjen turp të më fyesh për një gjë të tillë, sepse mua më vjen rënd të kacafytem me një femër edhe me një fëmijë. Fotoja ka dalë nga produksioni dhe mua ma ka dërguar dikush që unë nuk merrem me rrjetet sociale dhe unë e kam bërë kollap, më pas e kam fshirë e kam ruajtur. Më ka shkruar edhe mamaja e Lelës, nuk kam folur më me Oltën se pastaj doli nga media. Kjo tha, si nuk i vjen turp babai të 4 vajzave me baj gjëra të tilla. I shkruajta i thash që unë nuk bëj gjëra të tilla. I shkruajta dhe produksionit që dua të lë punën. Dhe me më dhënë 1 milion euro për emision, duke më fyer dinjitetin dhe personalitetin. Më fal, por nuk e dhi fytyrën time, thot Milaimi. Unë e kam treguar 3% të asaj se çfarë ka ndodhur. Unë më pas kam qenë me mentalitet edhe me thënë që po më kërcënon sepse ka qenë kërcënim. Olta Gixhari më ka kërcënuar. Ka qenë çështje e produksionit e jo e jona. Po të ishim konsultuar me produksionin, ja kam thënë Oltës edhe publikisht, nuk më kalon mua asnjë gjë në hava. Unë kur flas biseda serioze me njerëz kam shumë dëshmi, tha ai në Klan Kosovën. Kujtojmë se aso kohë analisti reagoi dhe sqaroi situatën. Ai tha edhe pse ajo fotografi që është publikuar në profilin e tij për njërën nga banore Lelën me mbishkrimin "Hapet televotimi" në një foto të konkurrentes tek dukej qëndruar e ulur në divan me një pozicion të papërshtatshëm, nuk ka të bëjë me të, pasi e kishte ripostuar pa vetë dije nga dikush që e kishte bërë tak.
Të bëj një korrigjim, nuk ka qenë fare postimi im dhe ai postim nuk ka të bëj fare me mua, thot Milaimi. Është një fotografi që ka qarkulluar në rrjetet sociale diku 3 apo 4 javë. E ka dërguar diku te Instagrami im dhe personi që e menaxhon e ka pranuar. Brenda disa minutave e kam hequr foton pasi më ka njoftuar nëna e Lelës, u shpreh Zeka. Po ashtu, ai kërkoi falje banores në Big Brother nëse e ka lënduar me postimin e tij. Ju kërkoj falje, Lela, në qoftë se të kam lënduar, qoftë edhe një sekond të kërkoj shumë falje sikurse fëmiu tim. Mes njerëzve që e kritikuan ishte edhe opinionistja tjetër e Big Brother VIP Kosova Olta Gixhari, e cila shpërtheu ndaj kolegut të saj duke e shprehur se ky veprim është i pafalshëm. A të ka hije Milaim në këtë moshë me familje, fëmijë të përfshihesh në shaka të tilla si para adoleshent, i drejtohet aktoria. Sa gjest i vogël të përfitosh nga dobësia e një gruaje, fsheu razi pas krave ndërkohë që ajo nuk është as e vetëdijshme për situatën. Rëndohet ky veprim e bëhet i pafalshëm kur vjen nga një burr i cili është edhe pjesë e produksionit. Atë ka hije Milaim në këtë moshë me familje, fëmijë të përfshihesh në shaka seksuale si para adoleshent. Kjo situatë na kujton edhe një herë sa lehtë figurat publike, sidomos gratë, mund të bëhen objekt kritikash e të padrejtë. Është e rëndësishme të kemi mirëkuptim dhe mirësi dhe në platforma publike si reality show. Askush nuk meriton të ndihet i turpëruar apo i poshtëruar për diçka kaq të pafajshme, sidomos nën presionin e madh të qenit i filmuar 24/7. S'ka asgjë qesharake apo të dënueshme në këtë pafajësi. Është kjo situata që në fakt është ndërtuar mes Milaimit edhe Oltës dhe kjo është arsyeja që Milaimi nuk është pjesë e Big Brother VIP Kosovës.